Ndeshja në Bratislav ishte e mbushur me emocione dhe përmbysje dramatike. Kosova arriti të fitojë 4-3, duke siguruar kalimin në finalen play-off dhe duke bërë që gjithë tifozët shqiptar të shpërthejnë në gëzim. Pas ndeshjes në Prishtinë dhe qytete të tjera, qytetarët dolën në rrugë për të shprehur entuziazmin për triumfin e ekipit. Festa e lojtarëve nuk u ndal në fushë. Në dhomat e zhveshjes, futbollistët dhe stafi i trajnerit Franco Foda kënduan dhe kërcyen, duke ngritur flamurin kuqezi dhe atë të Kosovës. Atmosfera u ase ngrohtë dhe e gëzueshme, ndërsa lojtarët e ekipit Dardan dëgjoheshin duke kënduar: "Unë jam shqipe nga Kosova." Në aspektin financiar, qeveria e Kosovës do të miratojë të hënën shpërblimin prej 500.000 eurosh për ekipin, të premtuar më parë. Nëse Kosova triumfon kundër Turqisë më 31 mars në stadiumin Fadil Vokri dhe siguron vendin në finalet e Kupës së Botës 2026, kryeministri Albin Kurti ka premtuar edhe një shpërblim shtesë prej 1 milion euro për futbollistët dhe stafin. Më herët qeveria kishte akorduar edhe 250.000 euro për fazën play-off. Më 31 mars të gjithë sytë do të jenë tek stadiumi Fadil Vokri në Prishtinë, ku Kosova do të përballet me Turqinë në një ndeshje vendimtare, e cila mund ta çojë për herë të parë vendin në Kupën e Botës.